Komisionit për ftesën dhe për mundësinë për të ngritur disa shqetësime që ne kemi lidhje me propozimet për procedurat tatimore. Është i pari takim që ne po shprehemi, pasi për herë të parë në të paktën eksperiencën time të kaq viteve të fundit, që nuk patëm asnjë kontakt të mëparshëm për të shprehur mendimet dhe komentet apo propozimet që mund të kemi në lidhje me këto ndryshime. Në përgjithësi ne vlerësojmë hapat e marra, si asnjëherë më parë, në lidhje me uljen e keshit dhe për formalizimin e transaksioneve të shitblerjes, dhe në këtë ndryshime janë përcaktuar edhe domosdoshmëria për të patur një kanal alternativ për pagesat përveç keshit, dhe nga ana tjetër vendosen edhe tavane për veprimet në kesh. Këto janë dy momente që unë dua t'i diskutoj dhe t'i ndaj me ju, edhe pse kemi dërguar me shkrim për njërën prej tyre. E para njerë, vendosja e kanalit alternativ është gjë shumë e mirë, ne kemi vite që e kërkojmë, por kemi një merak që ndoshta afati deri në fund të vitit mund të jetë i parealizueshëm, sepse vetmja mënyrë teknike sot për sot që të gjitha njësit e biznesit të kenë është të pajisen me POS, nuk ka zgjidhje tjetër për pagesat jo kesh. Dhe me POS-et ne po bëjmë shumë përpjekje sot, po jo të gjitha bizneset e duan e përqafojnë, ka rezistencë, dhe në strategjinë që është miratuar nga Komiteti Kombëtar i Pagesave, është vendosur që brenda vitit 2026 ne do përfundojmë projektin tjetër të instant payment, të pagesave të menjëhershme, e cila do të jetë një alternativë më e lehtë, më pak kosto për të gjitha njësitë e biznesit dhe mund të jetë e detyrueshme që të ofrojnë këtë kanal si alternativë ndaj keshit. Është përpjekje shumë e mirë, po meraku ynë është që në qoftë se ne nuk do jemi gati deri në fund të vitit me pagesat e menjëhershme, nuk e di ç'mund t'i ofrojmë dhe ç'mund t'i kërkojmë bizneseve çfarë zgjidhje tjetër, sepse të bëjmë zgjidhje tjetër për 3-4 muaj, ndërkohë që kjo do jetë zgjidhja kombëtare dhe afatgjatë, do kemi ndonjë dyshim dhe mos realizim të atij objektivi. Megjithatë, ne në parim e vlerësojmë shumë, ne po bëjmë gjithë përpjekje ndoshta të realizojmë ne më përpara se fundi vitit pagesën e menjëhershme, por varet dhe nga kompleksiteti që ka, sepse është një ndërhyrje që bëhet edhe në në sistemin bazë të çdo banke. Kjo është e para, ky merak, por është merak, nuk kam ndonjë gjë, duhet jemi të përgatitur që duhet jetë synim deri në fund të vitit, por nuk e shikoj si domosdoshmëri deri në fund të vitit 2026. E dyta që ndajmë një shqetësim, që edhe pse ka një dëshirë të shprehur dhe nga qeveria për cashless economy deri në 2030-ën, hapi që ndërmerret dhe masa që vendoset në këto ndryshime nuk shkon në këtë drejtim. Ne kemi kërkuar me kohë që të vendosen tavane në pagesat me kesh, në blerjet që bëhen me kesh. Deri sot kemi vetëm një tavan 150.000 lekë për bizneset, business to business, po nuk kemi për individet. Pra individi është i lirë të shpenzoj sa të doj me kesh, pa kesh, punë e tij. Për herë të parë vendoset një tavan edhe për individin në këto ndryshime. Por trajtimi individit dhe trajtimi biznesit, siç është bërë në këto ndryshime, nuk gjejmë dot asnjë logjik dhe asnjë argument pse është bërë në këtë mënyrë. E para, është pozitive që ulet për biznesin, nga 150 vjen në 100.000 lekë. Dhe kjo trendi në ulje tregon për masa forcuese ndaj informalitetit dhe ndaj formalizimit të ekonomisë. Por vendosja për individët e një tavani 500.000 lekë është jashtë çdo analize, jashtë çdo eksperience, jashtë çdo përvoje. Unë kur e lexova mendova mos është ngatruar me lekë të vjetër dhe të re dhe duhet ishte 50.000 lekë. Dhe pyeta ministrinë dhe më thanë jo, është 500.000 lekë. 500.000 lekë nuk mund të jetë. Nuk mund të jetë sepse asnjë nga eksperiencat e vendeve për qark, po dhe në botë nuk vërteton. Ne kemi dy eksperienca. Ka si vendi Gjermania që kanë 10.000 euro veprime në kesh, Holanda e ka 3.000 euro, Italia më duket e ka 2.000 euro në mos gaboj. Po ka Greqia, Maqedonia e Veriut, Hungaria e kanë nga 500 euro. Dhe e kanë njësoj të njëjtin tavan si për bizneset dhe për individin. Ne mirë që nuk po e lëm njësoj, 100.000 lekë sa është biznesi, po si ka mundësi të lëm individit 500.000 lekë, kur rroga mesatare, paga mesatare është 80-90.000 lekë. Çfarë do bëjmë? Do i themi që mos e kalo më pagën në bank, merri parat kesh dhe bër veprimet çfarë të duash, apo duam të stimulojmë veprimet në kesh të një grupi që kanë këto të ardhura. Realisht propozimi ynë është diku te 50-60.000 lekë.
për të mos nxitur veprimin e kesh. Pra dhe ata që kanë të ardhura më shumë duhet i formalizojnë, të kenë në kanale, në llogarinë bankare dhe nëpërmjet llogarisë ai mund të bëjë çdo veprim, çdo blerje, nuk ka ndalesë. Por jo që të mbetet 500.000 lekë. 500.000 lekë është nonsens. 100.000 lekë është business to business, 500.000 lekë i japim individit. Do ishte mirë që unë të kisha edhe një ballafaqim sot, ndoshta të ishte në ndonjë nga Ministria e Financave, por për fat shikoj që nuk është. Dhe nuk e di kush është argumenti realisht, sinqerisht. Kush është argumenti që mund të thuash 500.000 lekë? Nuk e gjejmë dot. Ne nuk jemi Gjermani, nuk ka këtë shkallë informaliteti Gjermania, edhe pse ka 10.000 euro, nuk jemi Holland, nuk jemi as Itali. Në vendet si Shqipëria, vende në zhvillim, ku është vend e me ekonomi keshi, dhe ku pagat janë nën 1.000 euro mesatarja, nuk mund të çohemi 5 fishin e kësaj apo 5 fishin e biznesit të vendosin tavan. Do kërkoja dhe jemi të shqetësuar në faktin që gjithë përpjekjet që po bëjmë për të luftuar informalitetin dhe për të luftuar keshin e ekonomi, me këtë mas nuk shkojmë në këtë drejtim. Edhe pse është një mas për herë të parë vendoset një tavan i tillë, por shuma është e pa pranueshme. Këto dy shqetësime doja të ndaja në lidhje me atë që na prek edhe ne shqetësohemi edhe në veprimtarinë tonë dhe në të gjitha përpjekjet që bëjmë si sektor bankar, por edhe bashkë me Bankën e Shqipërisë, në mënyrë që të leksohet gjithë sistemi i pagesave, të modernizohet, por edhe të mos rëndohet. Faleminderit. Faleminderit zoti Brumbulli, në fakt kur na dërguat ju emailin për këtë kërkesë, neve jemi drejtuar Ministrisë Financave dhe na ka sill disa informacione lidhur me eksperiencat e vendeve të tjera. Për shembull, Italia ka rritur limitin për pagesat pagesën me para në dorë nga janari vitit 2023. Limiti për pagesat me para në dorë është 5.000 euro nga 2.000 që ka qenë më parë. Greqi, limiti maksimal për pagesat me para në dorë është 500 euro. Francë, limiti i parave të gatshme është 1.000 euro për taksapaguesit rezidencë në Francë. Gjermani nuk ka një kufi të sipërm për pagesat me dorë. Megjithatë, kushdo që dëshiron mund të paguaj më shumë se 10.000 euro para në dorë dhe duhet të tregojë një dokument identifikimi për këtë gjë. Bullgari, shumat prej 10.000 levash, rreth 5.108 euro ose më shumë nuk mund të paguajnë me para në dorë. Kjo vlen edhe nëse ky limit arrihet vetëm përmes pagesave të lidhura. Hollanda aktualisht nuk ka asnjë kufizim për pagesat me para të gatshme për individ privat. Megjithatë, për pagesat me para të gatshme prej 10.000 euro ose më shumë, shitës është detyruar të kryejë një kontroll të detajuar të klientit. Qeveria holandeze po punon për një projekt ligj që do kalonte pagesat me para në dorë mbi 3.000 euro. Danimarka nuk ka kufizim me para në dorë midis individëve privat. Rumania për pagesat e sipërmarrësve mund të bëhen me para në dorë për sa kohë që nuk kalojnë shumën 5.000 lei ose 1.016 euro në ditë. Spanja, limiti maksimal për pagesat me para në dorë është 500 euro. Belgjika, për mallrat dhe shërbimet, limiti për pagesat me para në dorë është 3.000 euro. Kroacia, pagesat me para në dorë janë të kufizuara në 15.000 euro. Pra vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian kanë eksperienca të ndryshme. Ky është informacioni që kemi marrë nga Ministria e Financave. Natyrisht që ne kemi të gjitha kërkesat që kanë ardhur me shkrim nga ju janë kaluar në Ministrinë e Financave dhe për rastin tuaj ne morëm një përgjigje. Për rastin e zotit Jaka ne kemi një diskutim këtu në komision. Faleminderit. Unë dua të jap fjalën